Përshëndetje, ky është Ade. Sot do të bëjmë një lutje për vetë shpëtim. Është një lutje e shkurtër dhe duhet të prodhoj disa fryte shumë të mira për ju. Dua që të gjendeni në një vend të rehatshëm ku nuk do të shqetësoheni. Fikni telefonin tuaj dhe ndiqni udhëzimet e asaj që do të ndaj me ju. Kur të them të përsërisni pas meje, atë që do të shtyj kur të shkoj me shpatën, frymën e Hebrejve 4:12, kur të shtyj diçka lart. Do të ngrihet dhe duaj që thjesht të përsërisni pas meje sepse është ngritur, por nuk dua të pyesni nëse është ngritur apo jo. Auka. Do të duket sikur asgjë nuk ka ndodhur, por diçka është aty. Auka. Është. Duhet të ndiqni. Dhe kur të ndaj shpirtin dhe frymën dhe kërkoj që një hebre ose diçka të ngrihet, dua që thjesht të përsërisni pas meje. Do të duket sikur jeni ju. Dhe dua që thjesht të ndiqni udhëzimet e mia. Mirë, mos pyesni nëse jeni ju apo diçka tjetër, ose nëse po e shpikni. Mirë, thjesht përsërisni saktësisht. Siç them unë, përsërisni pas meje dhe mos u përpiqni ta kuptoni. Mirë. Sepse do të kuptoni në fund të lutjes që kishte kuptim. Mirë. Kështu që thjesht ndiqni dhe mos e vini në dyshim këtë proces. Mund të funksionoj vetëm për ju dhe jo kundër jush. Kështu që dua që thjesht të dëgjoni dhe binduni udhëzimeve dhe mos e vini në dyshim procesin apo nëse diçka po ndodh apo jo. Mirë. Tani kjo kërkon që të jeni në hir. Duhet të jeni, e dini, të krishter, por do ta kalojmë këtë këtu për 1 minutë dhe nëse nuk jeni të krishter, ne ende mund ta zgjidhim këtë. Mirë, ne do të fillojmë. Dhe kështu që gjeni një vend të rehatshëm, të qetë, pa shqetësime. Fikni telefonin tuaj dhe ndiqni pas meje. Në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Unë dorëzoj këtë video, këtë person para meje, të shpirti i shenjtë, për të shëruar atë që duhet të shërohet, për të rikthyer atë që duhet të rikthehet dhe drita e Krishtit të marrë përsipër personin para meje, për t'i udhëhequr dhe drejtuar ata drejt shërimit të tyre, rikthimit të tyre dhe drita dhe paqja e Krishtit të bjerë mbi ta dhe për të zbuluar atë që duhet të zbulohet, për të shfaqur atë që duhet të shfaqet në të gjitha aspektet e jetës së tyre. Në emrin e Jezusit, amen. Kështu që do të fillojmë me çdo pjesë të kësaj. Lutja ka një qëllim. Pra, edhe një herë, ndiqni udhëzimet e mia dhe thjesht përsëritni pas meje. Thuaj, unë pranoj. Jezusi është Zoti im. I vendos të gjitha mëkatet e mia në gjakun e Jezusit. Pendohem për të gjitha mëkatet e mia. Dorëzoj të gjitha mosfaljet. Edhe ato që nuk mund t'i heq dorë. Nuk dua t'i heq dorë. Nuk jam i gatshëm t'i heq dorë. Dorëzoj të gjitha këto te Jezusi. Nuk i dua më. Jezus, hiqe nga unë. Unë falë. Këdo që më ka lënduar. Jezus. Mere këtë mosfalje nga unë. Nuk e dua më. Pendohem për të gjitha mëkatet e mia. Jezusi është Zoti im. Dhe përsëritni pas meje. Unë. Komanda. Të gjitha shpirtat e këqij. Mallkime. Magjit. Pjesët e shpirtit. Shpirtrat e këqij. Dini nga koka ime. Mendja ime, mendimet e mia, zemra ime. Shpirti im. Dhe të gjitha pjesët e mia. Ju nxjerr jashtë me forcë. Me gjakun e Jezusit. Largohu. Ju nxjerr jashtë me forcë me gjakun e Jezusit. Largohu. Në emër të Jezusit.
Thëras të gjitha pjesët e mia. Të larnë gjakun e Jezusit. Me shpatën e shpirtit. Të Hebrejve 4:12 e preva. Të gjitha lidhjet e papastra të shpirtit. Do të kalojmë në pjesën e dytë të lutjes së çlirimit. Dhe kjo është, unë do ta filloj. Sipas Hebrejve 4:12, unë ndaj shpirtin dhe frymën e personit përpara meje dhe më tej marr shpatën e frymës së Hebrejve 4:12 dhe djeg çdo vel të syve, veshëve, zemrës, shpirtit dhe çdo pjesë të qenies së tyre, duke ekspozuar atë që duhet të ekspozohet, duke zbuluar atë që duhet të zbulohet. Merrni shpatën e frymës së Hebrejve 4:12, duke djegur përmes çdo aspekti të kësaj bote deri në thelbin e tyre, që ata të mund të shohin të vërtetën në çdo situatë. Shpata. Fryma e Hebrejve 4:12 djeg deri në të vërtetën e çdo situate dhe hap syt, veshët dhe zemrën e tyre për të kuptuar të vërtetën mbi çdo situatë dhe veprimet e çdo fryme. Sipas Hebrejve 4:12, unë ndaj shpirtin dhe frymën e personit para meje nga fryma e Jezebelit, unë betohem Jezebelit. Të ngrihet tani në vetëdije të plot në personin para meje. Unë betohem frymën e Jezebelit të ngrihet tani në vetëdijen e plot të personit para meje. Mbriu tani. Unë të betohem ty tani në emrin dhe autoritetin e Jezusit. I ngriu tani në vetëdijen e plot të personit para meje. Dhe duaj që të përsëritesh pas meje. Thjesht përsërit pas meje. Mos u shqetëso për atë që po ndodh. Thuaj, unë e gjej veten për të gjithë mbretërinë dhe llojin tim. Për të gjitha frymën e krenarisë, kontrolli, lakmis, kooperacia, mojat, kontrolli dhe pushteti. Ne jemi të gjithë të lidhur së bashku si një. Kjo është pjesa ime, sipas Kisha 3:12. Unë lidh çdo frymë me një litar 3 fish nga Eklesiastiku 3:12 tani. Ne jemi të gjithë të lidhur së bashku si një, dhe dua që të përsëritesh pas meje. Thuaj, unë Jezebela. E lidhur me të gjitha këto fryma. Ne, të gjithë shkojmë tani. Kolektivisht si një. Në grop shko. Shtyj të gjitha këto fryma në grop tani, kur të mos kthehen. Unë urdhëroj të gjitha këto fryma, të njohura dhe të panjohura, të largohen tani. Me shpatën e frymës së Hebrejve 4:12, unë kautorizoj çdo frymë të njohur ose të panjohur, të folur ose të pafolur, të emëruar ose të paemëruar. Unë kautorizoj çdo frymë nga kjo person me shpatën e frymës së Hebrejve 4:12. Unë kautorizoj çdo frymë në grop tani, të emëruar ose të paemëruar, çdo frymë në këtë person, çdo frymë e keqe, unë ju urdhëroj të largoheni tani në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Unë ju shtyj jashtë me forcë, me gjakun e Jezusit. Largohu. Largohu në emrin e Jezusit. Shkoni. Unë ju shtyj jashtë me forcë, me gjakun e Jezusit. Shpata e frymës së Hebrejve 4:12 ju ndjek dhe shpon zemrën e çdo fryme të keqe në grop tani. Unë kautorizoj çdo frymë të keqe në grop tani. Dhe unë mbush të gjitha këto vende me dritën dhe paqen e Krishtit dhe frymës së shenjtë. Mbushni të gjitha këto vende me dritën dhe paqen e Krishtit dhe frymës së shenjtë në emrin e Jezusit. Unë mbush të gjitha këto vende me dritën dhe paqen e Krishtit dhe frymës së shenjtë. Dhe unë ngrej personin para meje në vetëdijen e plotë. Dhe unë mbush të gjitha këto vende me dritën dhe paqen e Krishtit dhe frymës së shenjtë. Përmbyt këtë person të tërë me dritën dhe paqen e Krishtit dhe frymës së shenjtë. Drita dhe paqja e Krishtit dhe frymës së shenjtë. Përmbyt këtë person. Unë ju bekoj në emrin e Jezusit. Amen. Bekime në udhëtimin tuaj.